Para të ehli sunetit xhamati sakrifikojnë çdo sen që ti morin dhe vllaznit e tyre në xhennet. Ka në hadith e pejgamberit Allah, disa kur din xhennet, hini kërkojnë ato vllaznit e vet që i kanë pas xhamatli, hini kërkojnë vllaznit e vet që i kanë agjeru me to, hini kërkojnë dostat e vet që i kanë qenë hax bashkë me to, hini kërkojnë që në xhihad kanë qenë bashkë me ato, edhe nuk i gjejnë xhennet. Edhe e pyesin Allahun Azza wa Jall, i kena pas do vllazni këto spishofën. Thot Allahu Azza wa Jall, shkoni kërkoni në xhenem nëse i njihni dënjoni për atyre në nxerrën. Allahu Azza wa Jall për ata thë ka Abdullah ibn Omeri, mundohu me pas sa ma shumë vllazni në këtë dunjo. Ha? Mundohu të kishe njerëz të njohin ma shumë këtë dunjo. Thot Allahu, shkoni në xhenem nëse i njihni dënjoni për atyre në nxerrën. Kja është shefati musliman. Allahu Azza wa Jall sa i ka nderu besimtar, para mendoje pejgamberët e Allahut bojnë shefat, por edhe besimtar bojnë shefat. I ka ngrit Allahu Azza wa Jall në këtë shkallë dhe thot shkoni në xhenem kanë ta shifni, që i njihni, që e keni pa, që ja fal me ju, ka bo taravi me ju, ka bo namaz me ju, ka qel iftar me ju, ka i që ka qkri hax me ju, merrnë edhe bashkë me juve në xhennet pa llogari. E që shkan me njohë xhenem, kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se xhenemi adhezën 1000 vjet. Ka shku deri sa adhez 1000 vjet. As kuq 1000 vjet. As bar 1000 vjet. E pastaj janë nxin 1000 vjet. Ka thonë se ka gjimtira që Allahu ja ka bon haram kejt kësaj nxehtësie që Allahu ta gjek. Cëllë që janë këto? Gjimtirët e abdesit dhe sejdës. Kejt kjo temperaturë e lartë që ka thonë pejgamberi Allahut, zjarmin që cilën keni punu në qelik, keni punu në ekër që e shkrin qelikun këtë dunjo, gradat shkallë, nxehtësia e madhe, shumë e madhe është nxehtësia e shkrimjes qelikut, kjo thot është veç një pjesë e 70 pjesëve xhenemit. 70 pjesëve xhenemit. 50 gradë Celsius ku të mërrinje temperatura, po 60 disa vende. Thot vetëm frimarja xhenem, me morë frim, jo me shlu frim. Kur të more frim xhenemi e ban këtë dunjo 60 gradë, ne që e përjetojmë nxehtësinë e madhe, që kanë në Musnedin Ahmed. Xhenemi 69 herë më i fuqishëm se zjarri më i madh i dunjos, ama nuk e ka mundësin me a gjek fytyrën ati që Allah ti ka thonë Subhana Rabbil A'la. O Zot ti e maj modhi, ki mo Allah të seshde, xhenemi nuk e gjek, duart nuk t'i gjek, gujt nuk i gjek, gishtat e kamve nuk i gjek, s'ka fuqi xhenemi t'i gjek, edhe përse? Për çkak se këta njerëz nuk ju kanë përull dhe nuk ju kanë nështru vetëm Zotit të tyre. As kujt në këtë formë nuk i kanë ra gujza vetëm Zotit të vetë. Për këtë arsye vëllezër të ndërsh, çështjen e parë që Allahu në ditën e Kiametit a nuk meriton të pyese për këtë? Kjo është ibadeti i parë. Për ata ne çka duhet të bëjmë? Bëjmë çmos që t'ia tregojmë njerëzve se kjo është ajo e cila që Allahu xhenemin që e ka kriju ja ka bë haram, s'ja ka mundsu atij që të gjej këtë gjimtir. Ta shkojmë vllazit e vetë, kerejti i morin me vetë. Ka një transmetim 70.000 vetë dorë për dorë në xhennet bashkin vllazni që ndosh për Allah. Allahu na bën për atë. Allahu na bën për atë që i ndirë të xhennetit pa u llogarit. Këto janë që Allahu Azza wa Jall nuk i llogarit. Kush janë ata të cilët më të dhimbshëm për umet? Ehli Sunnet xhamat. Pse ne jena ata të cilët e kemi gjendje me sakrifiku gjërsa për çka se kemi qef kerejt mi pa në xhennet. Siç ka dash pejgamberi Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nin për një komshi të tij çifut. Nin se është i smut e ka djalin e smur. Shkon çdo çaste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo ta forcuan bagazhin e vet? Apo ta forcuan shtrirën e vet? Apo ta forcu xhamatin e vet? Apo do bën makallaballëk? Në këtë dunjo, për të përfituar diçka, ndëgjoni, pejgamberi Allahut shkon dhe ja prezanton Islamin. Çastet e fundit të jetës. Dhe çifuti baba vetë shiqonte, ki gjali e shiqonte baban e vet dhe e shiqonte pejgamberin Allahut. Baba vet tha përgjigju Ebul Qasim Muhammed. Përgjigju, çfarë po thot?
Pejgamberi Allahut atë çka i thoi? Thuj la ilaha illa Allah, ka me polemizu për ti para Allahut që të shtijen në xhennet. Thuj la ilaha illa Allah, do të shpëtosh. Thuj, pranoje. Edhe tha shahadetin, pejgamberi edhe vdiq. E po mirë vdiq pejgamberi, çka përfitoi për ti? Asgjë. Mi po ai përfitoi për pejgamberit Allahut. Tha nuk e kemi pa fytyrën më të gëzueshme të pejgamberit Allahut se atë ditë. Busqesh të pejgamberi Allahut thënë elhamdulillah që Allahu më bani sebeb ta shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Banu sebeb për dikan që shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Muhammed Hussein Jakubi kur shkojsh me nders, thëke merre një bedel me veti. Kur të vinë në xhami nders, thëke mos hajde pa bedel. E na e pyetshmi çka do të thonë bedel? Thëke merre një në xhami me veti. Se namazi jot nëse s'të ka pranu se ti mend ku me ditë ka, i bon se beb që ta bish ata, Allahu ati ja pranon dhe ti e ta pranon. Mos hajde vet. Në kafe, spijet macchiato vet. Ndarsëm, nuk shkohet vet. Nga zmore nuk shkohet vet. Vit xhami, shkohet vet. Me mujt bile dhe që ato shka janë se pëm, shtipin pak. Për këtë arsye, si kur shkon në gazmor, si kur shkon në kafe, në kafiqe, si kur shkon në misafir, si kur shkon në vizit, si kur shkon ku do të shkojsh, ki e qef një udhtim ku ta mish, ta kishe një shok të bëje muhabet. E pse në shtëpin Allahun dhe në gjennet kërkan mësë me morë? Pse ka të shkoprac ndaj gjennetit Allahut? Pse ka të shkoprac ti ndaj rahmetit Allahut? A din se rahmeti Allahut ka përfshin çdo send.